Qytetarët e Vlorës mjekohen pa bërë analizat. Kjo sjell probleme të mëdha shëndetësore të mëvonshme, sipas mjekut kardiolog Luter Nuraj, duke sjell edhe komplikacione apo edhe rrezik për jetën e vetë qytetarëve. Mjekohen pa analiza, për shembull. Ku në botë mund të vesh të vizitohesh e të japsh ilaçin ti se pa bërë analizë. Ka yndyrë të lartë, ka azotemi, ka tiroidin, ka kalcium, ka elektrolitet, natrium, ato tullura, apo tjera, nga i do kontrollosh. Po merë ilaçe, shkoj ilaçe, merë edhe pi, edhe ik. E kur vjen puna, janë shtëmbruar njerëz me zikin pazarit. Pse? Smjekohet që në fillim mirë edhe, qoftë dhe një atësi durike 5.000 lekë, e se bëjmë, që blokon nga i gjundit. Nuraj thot se nuk ka një sistem ku të bëhen konsultat në shëndetësi, pasi sipas tij nuk funksionon sistemi referimit. Nuk ka një sistem, unë të paktën që ose brezim, apo ne që jemi mësuar me diskutime, me konsulta, banim mësimurim një javë, 2 javë në spital, i bërim gjithë analizat edhe këto, dhe dilte me një epikriz, më vjen këtu në natë, ka bërë një për spitali, nuk e di çfarë ka bërë. Çfarë ka bërë ore, se di, nuk ka një fletje, erdhi, ushtrua, bëri, këto janë dhe ligjore. Që të thot nuk mungon sistemi referimit? Po mungon. Ore mungon çdo gjë po të them, nuk e di, nuk më vjen mirë. Ka dhe mjek shumë të rregullt, mos të themi se janë mjek të gjithë, ka dhe mjek shumë të rregullt, po është vetë sistemi. Si ka mundësi ti vjen ai mes nas me kriza hipertensive, me njërin me tjetër me probleme, i bën një përqetësues, një lasiks, fillon urinon, ai ul tensioni i ke shpithot. Po ai në shtëpi mund të shkojë atje dhe i ra tensioni nga 20 se i ke bërë lasiks e ti në vend, i vajti 10 tensioni, i bjet fik kur vej në banjë. Kush do kontrolloj? Je detyruar ta mbash 24 orë atë. Pra është prishur ky rregull. Për të dali. Nuraj tregon eksperiencën e tij si mjek, duke i ndjekur pacientët edhe me vizita e konsulta falas. Ai thot se u vjen në ndihmë edhe banorëve në zonat rurale. Unë vetë do të thosha bëj, e bëj maksimalin të dëgjojnë gjithë. Hapur të dëgjojnë dhe të vinë të ballafaqojnë. Çdo smuj maksimalin, sepse përveç asaj që rinjor duke shpjeguar ilaçet, edhe si kuptohet se janë moshatarë me madhja, po unë i them një muaj rresht, hajde sa herë duash ti këtu, qoftë bëj ato, qoftë bëj dhe pa lek, pa gjë, hajde konsultohesh. Dhe i mbaj në telefon me lagje, me fshatra, me gjithë dhe më marrin telefon që nga ku që më mori që parë që dola unë, e më tha kam tensioni 19, doktor kam këto ilaçe, do bësh këtë, i ndryshova dozat, që ai mos vi poshtë. Kjo ka lodhje, patjetër ka lodhje, po nuk bëhet puna, se s'ke mjek ti në kuq, s'ke mjek në shati, siç kishte më parë, kishte 24 orë, mjek kishte mami, kishte infermier 24 orë. Janë pambuluar, merr qeskë me ilaçe, e i ka interbaç apo në kuq, pinë ato, ai po se ky shipi, se çfarë i pi, se kush e kontrolloj, përfundisht i dashur është anomali. Ish drejtori i Spitalit Rajonal të Vlorës Luter Nuraj aplikon që të bëhet kujdes nga mjekët në drejtim të vizitave të pacientëve dhe sipas tij duhet respektuar sistemi referimit.